Dhjetra mijëra persona u mblodhën të shtunën në qendër të Beogradit kundër presidentit populist Aleksandar Vučić dhe qeverisë së tij, e fundit në një seri protestash kundër korrupsionit që kanë tronditur kontrollin e tij të fortë 13 vjeçar mbi pushtetin. Zhurmat nga bilbilat dhe vuvuzelat po bëjnë jehon në të gjithë kryeqytetin serb, ku forcat e sigurisë janë në gatishmëri të lartë që nga shpallja e tubimit, ndërsa njerëzit u drejtuan drejt disa vendeve të protestës për të cilat ishte rënë dakord. Në duar mbanin pankarta ku shkruaj: "Ai ka përfunduar", të tjerë brohoritën "Pump it up", një slogan i miratuar gjatë 4 muajve të protestës të udhëhequra nga studentët. Ky ishte ndoshta tubimi më i madh antiqeveritar i mbajtur ndonjëherë në vendin ballkanik. Unë pres që kjo të lëkundë autoritetin e tij dhe që Vučić të kuptojë se njerëzit nuk janë në mbështetje të tij, tha Milenko Kovačević, një protestues. Duke reflektuar tensionet në rritje, policia tha se arrestoi një burr që përplasi makinën e tij mbi protestuesit në periferi të Beogradit, duke plagosur 3 vet. Përpara demonstratës, Vučić paralajmëroi vazhdimisht për planet e supozuara për trazira, ndërsa kërcënoi me arrestime dhe dënime të ashpra për çdo incident. Në një përpjekje të dukshme për të parandaluar njerëzit të merrnin pjesë në miting, transporti i qytetit të Beogradit u anulua të shtunën, ndërsa kolona të mëdha makinash bllokuan rrugët që të çojnë në kryeqytet. Kompania e transportit tha se anulimi ishte bërë për arsye sigurie. Të premte në mbrëmje, dhjetra mijëra njerëz organizuan një pritje të gëzueshme për studentët që kanë marshuar ose udhëtuar me biçikletë prej ditësh nga e gjithë Serbia në drejtim të Beogradit për mitingun kryesor të së shtunës pasdite, që herët në mëngjes njerëzit filluan të mblidheshin në pjesë të ndryshme të qytetit, duke u përgatitur për të marshuar drejt qendrës. Duke nxitur frikën e përleshjeve, mbështetësit e Vučić janë mbledhur në qendër të Beogradit përpara se listë së tij. Turma përfshinte ish antar të një njësie paraushtarake të frikshme të përfshirë në vrasjen e vitit 2003 të kryeministrit të parë të Serbisë Demokratike, Zoran Đinđić, si dhe huligan futbolli që njihen për shkaktimin e dhunës. Televizioni privat N1 transmetoi të shtunën pamjet e 10 të rinjve me kapele bejsbolli duke shkuar në kampin pro Vučić. Ministri i Brendshëm Ivica Dačić i tha transmetuesit shtetëror RTS se 13 persona janë arrestuar gjatë natës, por të premten nuk u raportua asnjë incident i madh. Ai tha se policia arrestoi 6 aktivistë të opozitës për komplot, të dyshuar për të organizuar një grusht shteti dhe për të nxitur trazira të shtunën. Studentët protestues kanë udhëhequr lëvizjen mbar kombëtare kundër ryshfetit, e cila filloi pas një tende betoni që u shemb në një stacion treni dhe vrau 15 njerëz në veri të Serbisë më 1 nëntor. Vučić ka pohuar se shërbimet e inteligjencës perëndimore ishin pas protestave pothuajse të përditshme të udhëhequra nga studentët, me qëllim për të rrëzuar atë nga pushteti. Studentët kanë goditur qytetarët e zhgënjur nga politikanët dhe kanë humbur besimin tek institucionet shtetërore. Tubimet e mëparshme të udhëhequra nga studentët në qytete të tjera serbe kanë qenë paqësore, ndërsa kanë tërhequr turma të mëdha.